Assalamu alaikum. Sot shikon shumë njerëz të cilëve Allahu i lartësuar u ka dhënë mirësi të shumta, por i shikon që mburren dhe çdo gjë ja atribojnë vetes së tyre, aftësive të tyre. Shikon për shembull në takime të ndryshme njerëz të biznesit apo njerëz të fushave të ndryshme, i shikon që çdo gjë unë kam bërë kështu, unë kam bërë këtë arritje dhe kjo fal zellit tim, fal punës sime, fal diturisë sime, fal aftësive të mia. Pra shikon që vetëm mburret e krenohet. Ndërkohë harron se suksesi është në dorë të Zotit. Harron se ai që ta ka mundesuar të arrish majat në biznes, të arrish majat në fushën pra që ti je, është Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë. Vlla dhe motër, asnjëherë mos merr për shembull Karunin, e përmend Zoti i gjithësisë në Kur'an. Atij Allahu i lartësuar ja pat mundesuar që të kishte pasuri të madhe, por ai e mohoi Zotin e gjithësisë. E mohoi që Allahu i lartësuar është ai që ja mundeson robit të tij të arri këto mirësi. Dhe tha, këto i kam arritur vetëm për shkak të diturisë sime. Allahu subhanahu wa taala e dënoi Karunin, e përmend në Kur'an. Bëri që të zhytej në tokë, ta thithte toka atë bashk me shtëpinë e tij. Ky ishte arrogant. Dhe njeriu nuk duhet të jetë arrogant. Nuk duhet të harroj mirësinë të madhe të Zot. Ti bashkë me një tjetër, të dy ndoshta jeni përpjek, të dy keni punuar, të dy qysh në pikë sabahut, jeni zgjuar për t'u angazhuar për të kërkuar riskun. E ty ta ka mundësuar Allahu i lartësuar që të kesh pasuri të madhe. Ndërkohë, atij tjetrit sprov për të. Ti me atë pasuri, a do t'jesh falenderues? Ndërsa ai që nuk ka pasuri, a do të bëj durim? Në këtë botë jemi në provim. Cili prej nesh do të tregohet falenderues? Cili prej nesh do ta shpreh mirënjohjen ndaj krijuesit gjatësisë? Do ta shpreh me bindje ndaj Allahut të lartësuar se me të vërtetë është falenderues ndaj tij? E cili prej nesh do të jetë durimtar, do të bëj durim, do të përpiqet e nuk do ta mohoj Zotin e gjithësisë?